Shikues Tora News ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur me parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa do të dominohet nga masa ajrore të qëndrueshme, të cilat do të sjellin mot të kthjellët, por të ftohtë në pjesën më të madhe të kontinentit, ndërkohë pjesa e Europës lindore do të përfshihet nga rreshtit të dëndura dëbore. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, vendi ynë do të ketë mot kryesisht të kthjellët dhe të ftohtë. Vranësirat do të shfaqen kryesisht në zonat malore, por pa rreshje. Temperaturat do të ruhaten nga -5 deri në 15 gradë Celsius. Era frynë veriore, veri lindore mbi 50 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet e tare 3 ball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Europa lindore dhe jug lindore do të mbeten në ndikimin e një qendre të fuqishme ciklonare, e cila do të sjellë rreshje dëbore dhe temperatura të ulta. Pjesa tjetër e kontinentit do të ketë mot të kthjellët, më të theksuara këto në zonën e Ballkanit. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, territori do të vijojë me mot të kthjellët dhe të ftohtë. Pas mesditës vranësirat do të shtohen kryesisht në zonat malore, por pa rreshje. Temperaturat do të luhaten nga 4 deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht veriore mbi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet e tare 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.